Kur hym tek ajo fryma që flasim, që impakti që ka formimi, një arkitekt që formohet për shumë në Rom, në Firenze, apo një qytet të Evropës që ka një themi i jep një rëndësi dhe e vlerëson shumë trashëgimin, nuk mund të bëj kursesi për shembull dhe po lidh me një aktualitet ndërhyrje shkatruese në një zonë miraveçare ku është për shembull lagje e vjetër në Durrës dhe të ndërtohet mbi amfiteatër apo mbi rrënoja të një qytetërimi antik që ne mund ta nxjerrim në pa dhe të tregojmë prejardhjen tonë si kulturë dhe me to të krenohemi dhe të mundsojmë dhe bota na shikojë se si jetonim dhe si ndërtonim ne mira vjet më parë. Dhe nuk ka shanse që një arkitekt i tillë ta bëjë ndërhyrje dhe ta pranojë. Pra nuk do ta bënte. Ndoshta dikush që formuar diku që profesorat e kanë thënë, nuk e di, rëndësi ka që të zbatosh, të ndërtosh pa vendimarrjen e mirë politika për shembull, se është puna jote, ti bë detyrën. Nëse është burmosur në mënyrë tillë, okay, do ta kenë më të lehtë që ta pranoj këtë, pavarësisht se ndoshta mund ta gjykoj të gabuar.